Burg për jetë për Plauren Dervishajn, gjykata e posaçme vendosi masën ekstreme të dënimit ndaj tij për organizimin e atentatit të 2019-s ndaj ish prokurorit Arjan Doja. Në atë ngjarje humbi jetën shoferi Andi Maloku, ndërsa mbetën të plagosur vetë Doja dhe Aleksandër Laho, i njohur si Rumi. Për të pandehurin tjetër Julian Meçaj, trupa gjykuese vendosi dënimin me 35 vite burg. I njëjti dënim ishte kërkuar edhe nga prokuroria e posaçme, e cila akuzoi Dervishajn të konsideruar pjesë e grupit kriminal të Durrësit si organizator të atentatit të ndodhur 7 vite më parë. Sipas SPAK, ai ka vepruar në bashkëpunim me Julian Meçajn, si dhe me Bledar Polovinën, Amar Shkëmbin, Ramazan Rajan, Endrit Sinanin, Genti Dërjakun, Bashkim Haxhin dhe Julian Pietrin. Këta persona po përballen me procese gjyqësore të ndara. Plauren Dervishaj dhe Julian Meçaj u arrestuan në Dubai dhe në muajin gusht të vitit 2024 u ekstraduan drejt Shqipërisë për të përballur me drejtësinë. Sipas akuzës, Dervishaj ishte organizatori i atentatit, ndërsa Meçaj një prej autorëve që hapi zjarr ndaj automjetit ku udhëtonte ish prokurori. Hetimet për zbardhjen e plotë të atentatit ndaj Arjan Dojës, aktualisht deputeti i Partisë Demokratike, u mbështetën në transkriptimet e bisedave të siguruara nga aplikacioni i koduar Sky ICC. Ngjarja ndodhi më 1 nëntor 2019 në kohën kur Arjan Doja udhëtonte së bashku me shoferin e tij Andi Maloku dhe Aleksandër Lahon, i njohur si Rumi, i shpallur në kërkim. Për këtë atentat me vendime të formës së prerë janë dënuar edhe persona të tjerë. Redian Raja është dënuar me burgim të përjetshëm, Ariol Halilaj me 35 vite burg, Ramazan Raja me 6 vite burg, Genti Dërjaku me 5 vjet e 4 muaj, ndërsa Bashkim Haxhia dhe Endrit Sinani me nga 4 vjet e 8 muaj burg. Julian Pietri është dënuar me 4 vjet e 4 muaj burg.